Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Gjethet e rushit I japin lam të mirë reumatizmos dhe trajtojnë këto 5 sëmundje. Gjethet e rushit janë një pjesë e pamohueshme e gatimeve më të shijshme mesdhetare. Ato janë tepër popullore në Shqipëri, sidomos për dashamirësit e japrakut, por gjethet e rushit kanë edhe përdorime të tjera mirëbërëse të cilat ju do t'i gjeni të përshkruara në këtë video. Këto gjete janë të pasura me vitamina dhe me minerale. Ato ne I gjejmë të paketuara me enë të ndryshme, por varianti më I shëndetshëm është pa diskutim ai I freskëti. Gjethet e rushit shijojnë më shumë kur zihen në avull ose ujë. Vlerat kundër inflamacionit. Gjethet e rushit luftojnë inflamacionin. Inflamacioni kronik është faktori kryesor I disa sëmundjeve si ato të zemrës dhe të Alzheimerit. Inflamacioni shkakton edhe artritin dhe sëmundje gastrointestinale. Stili I jetesës dhe genet janë gjithashtu kontribues në shfaqjen e inflamacionit, por një ushqyerje e shëndetshme me ushqime të cilat nuk shkaktojnë inflamacion është strategjia më e mirë për të qëndruar larg sëmundjeve të rrezikshme. Vlerat ushqyese të gjeteve të rushit. Njerëzit që janë të kujdesshëm me peshën e tyre duhet të përdorin gjethet e rushit sepse ato përmbajnë shumë pak kalori. Në 5 gjethe gjenden 14 kalori. Gjethet e rushit janë një burim I mirë ushqyesish. Aty gjenden vitamina C, E, A, K dhe B6, përfshirë niacinën, hekurin, fibrën, riboflavinën, folatin, kalciumin, magnezin, bakrin dhe manganin. Një racion me gjethe rushi nuk përmban as yndyrë, as kolesterol dhe ka shumë pak natrium dhe sheqer. Nivele të ulta të glicemisë. Një racion me gjethe rushi ka shumë ushqyes dhe ndikon në kufizimin e nivelit të sheqernave në gjak. Mbajtja nën vëzhgim e sheqernave në gjak është e rëndësishme, veçanërisht për ata të cilët vuajnë nga diabeti dhe që duhet të kontrollojnë ndikimin e çdo ushqimi në nivelin e sheqerit. Një njeri I rritur dhe shëndetplot duhet të ketë një nivel glicemie në 100 ose më pak. Rrjedhimisht gjethet e rushit janë një zgjidhje shumë e shëndetshme. Pamjaftueshmëria kronike e veshkave. Një studim I vitit 2010 nga Departamenti I Dermatologjisë në Universitetin e Freiburg në Gjermani doli në konkluzionin se ekstraktet e gjeteve të rushit zvogëlonin edema tek pacientët që vuajnë nga pamjaftueshmëria kronike e venave, një sëmundje kronike e cila prish ekuilibrat e qarkullimit të gjakut. Kur gjaku has pengesa dhe nuk arrin dot në zemër, këmbët ënjten dhe preken nga edema. Zvogëlimi I edemës ul barrën e rëndë në vena dhe sistemin vaskular. Përdorimet kundër reumatizmës dhe sëmundjeve të tjera. Gjethet e rushit, veçanërisht ato të rushit të kuq, janë përdorur prej shekuj dhe përdoren në mjekësinë bimore kundër dhimbjeve të kockave. Gjethet e rushit përdoren si çaj kundër diarres, hepatitit, dhimbjeve të stomakut, reumatizmën, dhimbjet e kokës dhe etheve. Ju mund t'i thani vetë gjethet e rushit duke I lënë ato në diell. Gjethet e thara të rushit mund të zihen në ujë dhe të pihen si çaj me mjalt. Një grush të gjethe të thata të thërmuara të zjera në 250 ml ujë do të mjaftojnë për një kup çaj. Kujdes, lajini gjethet e rushit me ujë të bollshëm përpara përdorimit apo tharjes. Nëse keni bler gjethe rushit të paketuara përpara përdorimit, shpëlajini mirë për të hequr natriumin e tepërt. Gjethet e hardhis janë ndër ilaçet më të fuqishme natyrale. Në këto gjethe ka mjaft vitamina C, E, A, K dhe B6, si edhe niacin, hekur, fibra, riboflavin, kalcium, magnez, bakër dhe gjithashtu mangan. Njerëzit që janë të kujdesshëm me peshën e tyre duhet gjithashtu që të përdorin gjethet e rushit sepse ato përmbajnë shumë pak kalori. Në 5 gjethe gjenden 14 kalori. Një racion me gjethe rushi nuk përmban as yndyrë, as kolesterol dhe ka shumë pak natrium dhe sheqer. Këto janë cilësitë më të fuqishme të këtij ilaçi të fuqishëm natyral.
Veti kundër inflamacionit. Gjethet e rrushit njihen për vetit kundër inflamacioneve. Inflamacionet kronike mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme si ato të zemrës, disa llojeve të këqija dhe sëmundjen e Alzheimerit. Sëmundje të tjera të cilat vijnë si rezultat i inflamacioneve janë artriti dhe sëmundjet gastrointestinale. Veti kundër mikrobeve. Rrushi si tërësi është një burim i mirë me antioksidues, por sipas studimeve del se edhe gjethet e rrushit janë të pasura me veti kundër mikrobeve dhe kanë më komponente me antioksidues. Studimi që ishte publikuar në fillim të vitit 2013 ka krahasuar vetit për antioksiduesit në gjethet e mbledhura në muajin maj, gusht dhe shtator. Ishte dëshmuar se ato të mbledhura në muajin shtator kishin më së shumti flavonoide, fenole, të gjitha si antioksidues. Burim për aminoacidet omega 3. A e keni ditur se ka bimë të pasura me aminoacide omega 3? Farat chia, farat e lirit janë në majën e listave për aminoacidet omega 3, por janë edhe disa perime me gjethet të gjelbër përfshirë, gjethet e rrushit që depërtojnë në këtë listë. Ilaçi natyral për venat e zgjeruara. Një studim i publikuar në mars të vitit 2004 ka ekzaminuar ekstraktet e gjethteve të rrushit te femra dhe te meshkujt që vuanin nga venat e zgjeruara. Rezultatet e studimit ishin mjaft premtuese ku pas 6 javësh studimi, pacientët që kishin pranuar ekstrakte nga gjethet e rrushit kishin përmirësuar nivelin e oksigjenit dhe kishin përmirësuar dhe qarkullimin e gjakut. Të pasura me kalcium dhe magnez. Gjethet e rrushit po ashtu janë të mbushura me magnez dhe kalcium bashkë edhe me një numër të madh të mineraleve të tjera. Magnezi dhe kalciumi janë të nevojshëm dhe për shëndetin e ishtrave. Ky kombinim i mineraleve luan rol të rëndësishëm në shëndetin e muskujve dhe funksionimin e nervave. Përdorimet e tjera. Gjethet e rrushit përdoren si çaj kundër diarres, hepatitit dhe dhimbjeve të stomakut, reumatizmës, dhimbjes së kokës dhe etheve. Ju mund t'i thani vetë gjethet e rrushit duke i lënë ato në diell. Gjethet e thara të rrushit mund të zihen në ujë dhe të pihen si çaj me mjalt. Një grush gjethe të thata të thërmuara do të mjaftojnë për një kup çaj. Kujdes, lajini gjethet e rrushit me ujë të bollshëm përpara përdorimit apo tharjes. Nëse keni bler gjethe rrushit të paketuara përpara përdorimit, shpërlajini mirë për të hequr natriumin e tepërt. Gjithashtu duhet të dini se gjethet e rrushit munden që të ruhen fare lehtë në shtëpi, jashtë se çfarë ju duhet për ngrirjen e tyre. Ju nevojiten gjethe të freskëta rrushi, spango kuzhine, një tenxhere e madhe dhe qese frigoriferi. Vendoseni tenxherën e mbushur me ujë në zjarr derisa uji të valojë. Ndërkohë lajm dhe pastrojmë gjethet e rrushit. Presim me ndihmën me një thik bishtat e gjethteve sa më afër me gjethen, keni kujdes që mos t'i grisni. Rendisni 10 gjethe njëra mbi tjetrën, mblidheni në formën e një cilindri dhe lidheni me spangon e kuzhinës. Mos i shtrëngoni shumë gjethet pasi uji nuk do të depërtojë. Vazhdoni në këtë mënyrë derisa të kenë mbaruar me të gjitha gjethet. Siç i keni, kaloni në ujin e zier. Ju këshillojmë të rrotulloni her pas here, por duke treguar kujdes që të mos qahen. Më pas i heqim nga uji dhe i vendosim në një pjatë me letër kuzhine që të përthithet lagështira e tepërt. Pasi jemi siguruar që janë të thata mjaftueshme, i vendosim në qeset e frigoriferit dhe i vendosim në grirje. Kur t'i përdorni, mjafton vetëm që t'i nxirrni nga frigoriferi 15 deri në 30 minuta para se të nisni me përgatitjen e japrakëve. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.